Përshëndetje të dashur miq, sot do të përgatisim së bashku tavë peshku me oriz. Unë kam marrë 3 peshka. E presim pak peshkun që të hije kripa. Dhe tani i hedhim krip. Marrim tiganin, i hedhim vaj luledilli. Kam marrë në një pjatë miell misri. Edhe do ta kaloj peshkun përpara në miell. Pastaj do ta skuqim në tigan. E kalojmë peshkun në miell të misrit nga të dy anët. E kthejmë peshkun. Tani peshku është skuqur, e hekim nga tigani. Në vëmë peshkun e fundit. Përgatisim 2 qep që do të na duhen për orizin. Dhe peshku i funit është gati, e heshim nga tigani. Hedhim qepët. Tani qepa është skuqur, do të hedhim orizin. Do të hedhim edhe një knor. Hedhim një lugë krip. Edhe hedhim i gjysë lugët Amerik. Edhe hedhim pak ujë. E heqim nga zjarri. E marrim një tepsi. E hedhim orizin brenda. Dhe tani do të vëmë peshkun në tepsi. Hedhim edhe pak ujë më tepër. E kemi vënë në furrë, do ta pjekim për 40 minuta në 220 gradë. Të dashur miq, kjo është receta për sot, shihemi në videon tjetër.